jo të Shqipërisë dhe të Kosovë. Nuk e dini si operon organizimi i hoxhallarëve në Maqedoni. Ju betohem në Zotin. Secili hoxh ndjehet krenar kur e lufton shqiptarinë. Secili. Nuk mundesh të jesh pjesë e organizimit të Islamska Zajednicës pa e pas ndjenjen e anti-shqiptarisë të shqiptarofobisë. Dhe kjo nuk shërohet ndryshe përveç se lajmeve që jep Tim Shkupi prej Koranit me tregu se smuja e këtyre hoxhallarëve nuk ka të baj kur gjo me Koran, dhe shqyqër Zotit misionin e kum kry me sukses dhe kum do Koranin si libër, mushafin si libër prej organizimit hoxhallarëve dhe të Islamska Zajednicave. Pra secili hoxh që punoni Bashkinë Islame, Islamska Zajednicën e Maqedonisë ndjehet krenar ndjehet kur e sulmon shqiptarinë nga pozitat e shqiptarofobisë.